Zoti Spaiu, do ta nisim me një pyetje që ka të bëjë me 27 vjetorin e epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku shënohet ndërkohë edhe rënja e luftëtarit legjendar Adem Jashari. Ku ndodhet sot Kosova pas 27 viteve dhe a e ka përmbushur atë ëndër të Adem Jasharit? Po ne nuk dim se çfarë ëndra ka pasur Adem Jashari, dim se çfarë ka bërë. Dim domthonjë që ai ka sakrifikuar familjen e tij, 20 antarëshe dhe familjen e gjerë, domthonjë për 53 veta që janë vrarë në atë rrethim thjesht për lirinë e Kosovës. Kjo është gjë e cila ka ndodhur, domethënë një vjet e gjysmë pas rënies së Adem Jasharit, Kosova është çliruar. Tani në çfarë kanë pasur ëndra njerëzit, luftëtarët, sigurisht që ata kanë qenë të motivuar nga motive të ndryshme. Dikush ka luftuar për Kosovën e pavarur, dikush që Kosova bëhet pjesë e Shqipërisë, dikush për ndonjë motiv tjetër, por gjithsesi ajo çfarë ka qenë e përbashkëta, ka qenë lufta për domthonjë për shporin e Serbisë nga Kosova. Kjo ka qenë e përbashkëta e gjithë atyre që kanë luftuar në atë kohë. Të kalojmë pak tek skena politike në Kosovë, ku kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk i është bindur sërish urdhrit të prokurorisë mbi akuzat ose çështjen e rezervave shtetërore, më falni që po hetohet. Çfarë pasojash mund të ketë kryeministri Albin Kurti në këtë drejtim? Po përdesa të jetë kryeministër nuk mund të ketë pasoja, por problemi shtrohet që në momentin që ai mos jetë kryeministër, atëherë këto gjëra mund t'ia randojnë situatën. Nuk mund të pritet që policia të arrestojë Albin Kurtin kur komandanti i policisë është i emëruar i Albin Kurtit. Por në rast se policia nuk e arreston me urdhër të prokurorisë, në një moment kur ai do të bjen nga pushteti, atëherë bashkë me Albin Kurtin do të arrestohen edhe zinxhiri komandues i policisë i cili nuk ka zbatuar urdhrin. Kështu që kjo sjell një situatë të rënduar shtetin e Kosovës. Por duhet kuptuar një gjë që sistemi prokurorial në Kosovë dhe gjyqësor, shumica mediave dhe administrator përkundër qeverisë 4 vjeçare të Albin Kurtit kanë qenë nën kontrollin e opozitës, përkatësisht Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka ndërtuar këtë ashtu quajturin deep state, ku ka futur strukturat e veta në të gjitha të mekanizmat të cilat i kanë përballur edhe qeverisë 4 vjeçare të Albin Kurtit. Kryeministri Kurti tash e ka të qartë që kjo hetimi që i bëhet nga ana e prokurorisë bëhet i qëllimshëm për ta pasur një ndikim politik, por problemi shtrohet në këtë mënyrë, përse domethënë ai kishte emëruar një ministër të paaftë të drejtësisë, e cila për 4 vite nuk arriti të bëj asgjë, nuk arriti ta çkapte këtë domethënë prokurori edhe gjyqësi të kapur nga ish pushteti. Ajo vazhdimisht është ankuar, njësoj siç mund të ankohen qytetarët e thjeshtë, ndërkohë që ai ka marrë rrogë për ta ndryshuar gjendjen aty dhe vullneti i njerëzve ka qenë masën mbi 50% që kjo situatë të ndryshohet. Por ai nuk ka arritur të bëj asgjë për shkak të paaftësisë së saj dhe tani viktim e kësaj situate është edhe vetë kryeministri, i cili ka zgjedhur në mënyrë tjetër për sfidimin, i cili po ashtu shkon në dëm të shtetit të Kosovës. Ju thatë se kanë në kontroll policinë dhe prandaj nuk mund të arrestohet, por pavarësisht kësaj, a ka gjasa dhe hapësira të tjera që Albin Kurti të merret me forcë dhe dërgohet përpara prokurorisë?
Jo, nuk ka kushtamar, domethënë nëse po mendoj policia edhe ndoshta mund ta bëj ti, po mendoj që komandanti i policisë, drejtori i policisë, i cili është emëruar nga Albin Kurtit ta shfrytëzoj këtë gjë, por nuk e besoj, sepse ai nëse do të shkojë edhe me forcë deri në gjykatë, ai prapse do të jetë kryeministër dhe do të pasojë shkarkimi i komandantit të policisë për këtë punë. Kështu që nuk besoj që do ta bëj. Nuk ka mekanizëm tjetër që mund ta bënte këtë gjë. Natyrisht përderisa ajo është në pushtet. Po kur të bjerë nga pushteti, atëherë sigurisht që ekzistojnë mekanizma të cilët e kryejnë këtë punë me dëshirë. Para fushatës elektorale, por edhe gjatë saj, Albin Kurti u justifikua me faktin që nuk u paraqit në prokurori pasi një foto e tij duke hyrë në prokurori do të përdorej për kapital politik. Tashmë që kanë mbaruar zgjedhjet, pse Albin Kurti nuk paraqitet në prokurori? Po s'është e njëjta gjë, domethënë është një gjë prokuroria dëshon ta pushtrojë atë, thjesht dhe ta barazoj atë me qindra thyes të ligjit, të cilët po ashtu, domethënë qeveria e tij gjatë këtyre 4 vjetëve ka paraqitur me qindra raste të korrupsionit, ka bërë kallëzime penale pranë prokurorisë, prokuroria nuk është marrë me këto raste. Domethënë për shkeljet e ish-pushtetit, sepse kjo tregon edhe një fakt që prokuroria është domethënë në anën e ish-pushtetit dhe prandaj nuk bën hetime për këto vepra. Deri më tani asnjë ministër nuk ka shkuar në burg, asnjë ish-kryeministër, asnjë ish-ministër, asnjë kryetar komune dhe asnjë drejtor urbanizmi, përkundër që shkeljet në lëmin urbane janë të dukshme shiqare. Qytetet e Kosovës janë shndruar në katrahura për shkak të lejeve të cilat i jepen mbi baza korruptive, duke shkelur ligjin me të dyja këmbët. Por askush nuk ka shkuar në burg për këto. Dhe tani, domethënë përballë gjithë këtyre gjërave, tentohet të përdoset emri i kryeministit me një çështje që lidhet me korrupsionin. Kjo sigurisht që është shumë ofenduese për të. Pra ju po thoni se ka një përplasje dhe një luftë pushtetesh midis organit të akuzës, që është Lev, po thoni, e ish pushtetit të kaluar, dhe aktualisht pushtetit të Albin Kurtit. Si mendoni se mund të përfundojë një përplasje e tillë? Po thjesht tani për tani nuk mund të, domethënë Albin Kurtit nuk mund t'i bëjnë gjë, por në momentin që ai humb pushtetin e pret burgu. Mbi cilat akuza, për çfarë çështje? Po do i ngrejnë akuza, nëse ai nuk arrin brenda këtij mandati të ardhshëm që ta ndryshojë gjendjen e drejtësisë, sigurisht që do të, domethënë, ky sistemi aktual prokurorial dhe gjyqësor do të gjejë ndonjë akuzë që ta bëjë këtë. Nuk është më rëndësishme se çfarë, nuk është që gjykatat tona dhe prokuroritë tona kanë kritere profesionale dhe morale të një standardi të lartë. Është, po mendoj, kur dëshirohet politikisht të rënohet dikush, gjenden akuzat, gjenden të ashtu quajturat prova e tjera dhe bëhet ajo çfarë dëshirohet të bëhet.